Falenderoj shumë për pyetjen. Unë vetëm po e them principin e vendimit tonë. Ajo është që qytetarët e Republikës së Kosovës pa dallim etnie të integrohen, të pajisin me dokumente dhe kemi krijuar këtë dritarën prej 3 muajsh, ndërkaq mbi atë se sa kanë aplikuar dhe si ka ecur ky proces, më lejoni që megjithatë të kaloj fjalën ministrit të brendshëm, i cili e ka përcjellur nga afër këtë situatë, por duhet rifleksuar që kemi pasur vlerësimet më të larta edhe të qytetarëve brenda vendit, edhe të faktorëve ndërkombëtar për mundësinë që kemi krijuar. Pra, duam legalizim në Republikën e Kosovës, duke pas parasysh edhe situatat që janë më të vështira. Pra, jo ndëshkim, duam legalizim, sepse nuk ka normalizim pa legalizim pa sundimit të ligjit, e në vallë të kësaj ndërmarrje për këtë çështje, sikurse edhe për shumë të tjera kemi mësi të ndryshme. Faleminderit, ministër. Ka pas në qindra aplikime të shtetësve të Serbisë, të cilët jetojnë apo punojnë përkohësisht në Republikën e Kosovës. Të gjitha ato individualisht janë duke u verifikuar dhe në momentin që të cilat ju kanë adresuar atyre në momentin e publikimit të këtij ligji, atëherë fillojmë edhe me analizën tjetër. Për sa i takon në numrit, unë si që theksova, grupi punus do të punoj intensivisht për përcaktimin e gjitha modaliteteve dhe nevojave operacionale, përfshi edhe numrin e nevojshëm të pjesëtarëve të gjendarmerisë në momentin kur ta kemi këtë përcaktim tjetër së Kryeministër, në fushatën elektorale të vitit 2019 ka dhe premtuar se keni më bëu shërbime të ndryshme ushtarak. Megjithatë tash jena në 2026 edhe kjo s'ka ndodhur. Sa gjasa që edhe kjo për gjandarmerinë mbet vetëm një premtim elektoral. Siç e shpjegoi ministri i punëve të brendshme, pas grupit punues, pas një koncept dokumenti fillestar, natyrisht që do të procedojmë me propozim ligjin për gjandarmerinë e Republikës së Kosovës, e cila më pastaj do të vijë për diskutim në 2 lexime në Kuvendin e Republikës. Pra, kjo është domosdoshmëri e kohës dhe padyshim që do ta bëjmë. Sa i përket shërbimit të detyrueshëm ushtarak, kjo është një temë e gjatë, por mos harroni çfarë kemi bërë. Dhe kjo nuk do të thotë që do ta bëjmë një ditë. Por kjo do të thotë që tash për tash kemi vlerësuar edhe me ekspertës që në situatën në të cilën ndodhemi, është shumë më e mençur të kemi mbrojtjen gjithëpërfshirëse, apo mbrojtjen totale, një model i cili i ngjan atij të Finlandës dhe të vendeve baltike, ku ti nuk e bë ushtrim një grumbull të madh njerëzish, që mandej duhet ta strukturosh e ta pajisësh, por në vend të kësaj përcakton funksione, detyra konkrete dhe vende të caktuara për qytetarët e Republikës në rast të rreziqeve të ndryshme nga fatkeqësitë natyrore deri tek lufta e armatosur. Pra, kemi vlerësuar që në fazën e të cilën ndodhemi, e që gjithsesi nuk është viti 2019, është shumë më mençur që ta kemi mbrojtjen gjithëpërfshirëse siç e ka Finlanda dhe vendet baltike. Në anën tjetër, kjo komplementohet me 2 aspekte të tjera. Me një model për shkollat e mesme, që quhet edukimi për siguri, i frymëzuar nga shembulli i Polonisë, e që mundëson që të rinjtë të mësojnë sa më shumë dhe më saktë reagimet që duhet të kenë në rast të rreziqeve që përmenda më herët, katastrofat natyrore apo luftat e armatosura. Kontekstin që ne jemi sot është shumë ndryshe prej atij të para 7 viteve dhe krejt në fund do ta kemi edhe rezervën vullnetare. Pra, rezerva vullnetare e cila mundëson
që qytetarët e Republikës Kosovës që do të bëhen rezervista të Forcës së Sigurisë Kosovës të kenë pajisjet nga çizmet deri tek arma e tyre në një adresë të saktuar në Forcën e Sigurisë Kosovës. Pra, unë besoj që kjo çfarë po bëjmë është shumë më mirë sa shërbimi i detyrueshëm ushtarak. Pra, nëse ka diçka që nuk e kemi bërë taksativisht siç e kemi thënë para shumë viteve, duhet ta shohim se ndoshta është më mirë se sa që e kemi premtuar. Faleminderit shumë.